Procesi i votimit nga diaspora vazhdon ndërsa numri i fletëve të votimit të ardhur në Shqipëri ka arritur në rreth 156.000. Gjatë mërkurës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka regjistruar rreth 13.000 vota, por ka disa pengesa që po hasen në disa shtete, sidomos në Greqi, ku ka arritur vetëm 25.000 nga 68.000 fletë votimit të pritura. Ky vonim ka sjellë një thirrje urgjente nga kryeministri Edi Rama, i cili u bëri thirrje shqiptarëve në Greqi që të përshpejtojnë procesin e dorëzimit të votave. Kryeministri theksoi se emigrantët shqiptarë në Greqi janë më mbrapa për shkak të konfuzionit të krijuar nga kompania postare, duke nënvizuar se janë ende 36.000 zarfe të padorëzuara, por ka ende kohë për t'i kthyer ato në pikën përkatëse postare. 21.000 zarfa të padorëzuar. Do të thosha shqiptarëve të Greqisë që janë më mbrapa të gjithëve, jo për fajin e tyre, për fajin e konfuzionit që u krijuar nga kompania në ditët e para, 39%, forca janë dhe 36.000 zarfat padorëzuar, por ama ka akoma kohë. Kryekomisioneri Lirian Celibashi gjithashtu konfirmoi se 21.000 zarfe nuk janë dorëzuar ende për shkak të adresave të pasakta dhe që disa votues nuk i kanë tërhequr zarfet e tyre. Ky proces vazhdon të jetë në vëzhgim për të garantuar që çdo qytetar të ketë mundësinë e votës në zgjedhjet e ardhshme.